Pas 9 ditësh në grevurie, naftëtarët e Marinzës i kanë dërguar letër kryeministrit Rama ku i kërkojnë ndërmjetësim për zgjidhjen e ngërçit të krijuar me styret e kompanisë Bunkers Petroleum që administraton vendburimin e naftës në Patos Marinz, teksa e njoftojnë kryeministrin për gjendjen e rënduar shëndetësore të grevistëve. Sindikata e sektorit hidrokarburi i kërkon kreut të qeverisë zgjedhje të problematikave të tyre me ndërhyrjen e institucioneve si Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Inspektoriati i Punës, Agjencia Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit e të tjerë. Nga rritja e pagave dhe përmirësimi i kushteve të punës, të zbatimit të statusit të naftëtarit, promovim në bazë të merites dhe barazinë e shpërblimit, ulja e diferencimeve ekstreme mes pagave të ulta dhe atyre të larta, naftëtarët të rëndisin këto kërkesa si kusht kryesor për daljen nga greva dhe rikthimin në vendin e punës. Sipas naftëtarëve, gjatë këtyre ditëve, vendburimi është duke funksionuar në numër minimal punojësish, të cilët po përballen me volum të papërballueshëm pune dhe orare të tezgjatura që kalojnë orët e lejuara nga ligji, gjë që vën në rrezik shëndetin e tyre. Gjithashtu, naftëtarët pohojnë se janë intimiduar nga menaxherët e firmës për të paraqitur në zyrat e tyre. Kërkesa e naftëtarëve ndaj kryeministrit erdhi pas takimit të zhvilluar me përfaqësuesit e kompanisë Bunkers Petroleum, të cilët deklaruan se nuk janë në gjendje të miratojnë rritjen shtesë për pagat për shkak të presioneve të vazhdueshme financiare, duke përfshirë rënien e çmimit të naftës në $60 amerikan për fuqi dhe parashikimet që sugjerojnë një rënje të mëtejshme vitin e ardhshëm. Për rrjedhoj, ata i kërkojnë kryeministrit Rama të garantojë trajtim dinjitos, ndërmjetësim dhe zgjedhje të drejtave të qëndrueshme. Naftëtarët e Marinzës i kanë dërguar letër kryeministrit 9 ditë pas grevës së urisë, ku i kërkojnë ndërmjetësim për zgjidhjen e ngërçit krijuar me styre dhe kompanisë. Letra e naftëtarëve erdhi pas takimit me përfaqësuesit e ekonomisë, të cilët u thanë se kanë të pamundur të miratojnë rritjet shtesë për shkak të presioneve të vazhdueshme financiare.